delikat dhe zbut nuk e quajt përçarje, po hatërmbetje, pra një gjuhë e mirë për ti këto hatërmbetjet për ti zvogluar ose po besoj që kjo çështje veç ka marrë fond dhe nuk ka të lashëm në APDK-s dhe ju duhet një koncentrim më shumë te niveli me parti tjera. Ana tjetër u përmendën disa herë pagat, ngritja e çmimit dhe më kujtu dikon me 9 shkurt kanë qenë zgjedhjet në orët e para të 10 shkurtit, pikërisht eskalimi i gjuhës nga ai që i fitoi zgjedhjet ishte te kalkulimi dhe te premtimet e partive politike për rritje të pagave. Pra nëse shohim në tërësi, zoti Hamza ka premtu 50% rritje të pagave, penzion minimal 250 euro, që është jashtëzakonisht një premtim i madh, dhe ana tjetër uljen e tatimit në pagë. Gjitha këtu kanë një farë ndërlikimi, një farë qysh realisht do të realizohet kjo rritje pagave, duke filluar pra njërën anë ulje tatimit, anën tjetër rritje pagas dhe pensioneve, dhe qysh i bën një qytetar që nuk e keni premtim elektoral, po është premtim i realizueshëm. Pra, është shumë pak jemi para zgjedhjeve dhe është moment kogja i vogël me i bind qytetarët. Mos harrojmë që rritjet pagave kanë pas pothuajse pjesa më e madhe sidomos ish partive opozitare, por që don kjo një bindje dhe që i dallon nga të tjerët. Unë e di që sfiduesi kryesor për rritjen e pagave në 2010-2014 keni qenë ju ndaj kryeministrit, që kur ai premtoi ke rritjet pagave, ti thashë nal ka dalë se duhet që të mi marr parat edhe me realizu. A ka parë buxheti i Kosovës? Edhe në një farë mënyre po i bjen, nëse ka parë, pse këta tjerë nuk i rritën, po duhet më prit juve me ardh edhe me gjetë parat që më rrit pagat. Fillimisht